Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Identifikohet rasti I parë me Lina Majmunit në Shqipëri. Burimet të Top Channel konfirmojnë se sëmundja infektive virale shkaktuar nga virusi monkeypox është diagnostifikuar tek një njeri rreth 30-tave. Mësohet se njeriu ka udhëtuar jashtë vendit. Deri më tani në Shqipëri nuk kanë identifikuar ose të paktën nuk janë raportuar nga Instituti I Shëndetit Publik raste të prekura nga Lina Majmunit. Simptomat e kësaj sëmundje janë temperaturë, dhimbje trupi, enjtje të nyjave limfatike, skuqje dhe puçra që shndrohen në fluska me kore. Vetvrasjet po shtohen në ritme alarmante, duke ndjekur një trajektore tragjike që vitin e kaluar shënoi 112 raste në gjithë vendin. Në 5 muajt e parë të këtij viti, 56 jetë janë fikur para kohe. Vetëm javën e fundit në vendin tonë janë shënuar 3 raste të rënda ku viktima kanë mbetur 3 të rinj nga Pogradeci, Korça dhe rasti më I fundit u shënuar në Tiranë, ku një njeri ende I pa identifikuar u vethodh nga taraca e qytetit Studenti. Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e dieshme në zonën Alidemit në Tiranë pas një konflikti në rrugë. 4 të rinj janë shpallur në kërkim pasi u përfshin në një sherr fizik me sende të forta. Gjatë incidentit, një 26 vjeçar mbeti I dëmtuar dhe u dërguar në spital jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje u sekuestruan një shkop bejsbolli, 2 gjoja, një automjet dhe 3 celular. Policia vjon hetimet. 2 persona të botës së krimit në Elbasan janë arrestuar në Dubai dhe pritet të ekstradohen sot në Shqipëri. Mes tyre është Dashnor Dumani, vëllai I të penduarit Nureddin Dumani, I akuzuar për vrasje dhe pjesëmarrje në masakrën e Bradasheshit. Ekstradohet gjithashtu Armin Stafa, I dyshuar për pastrim parash për llogari të grupit të çopjave. Shtyhet seanca gjyqësore çështjes së sterilizimit, shkak është bërë mungesa e të akuzuarës Marcela Seriani, e cila e ka të pranishëm mbrojtjen, ndërsa Petrit Mersinit I mungon mbrojtja dhe po ashtu edhe Sajmir Kadiut dhe Naile Abazit. Gjykata e posaçme e shtyu procesin për 25 qershor. Ky proces po zhvillohet I ndar nga ish ministri të shëndetësisë Ilir Beqaj. Ish rektori I Universitetit të Tiranës Dori Kule është paraqitur sot në SPAK për të dhënë sqarime lidhur me hetimin për mikrokredit. Kule tha për media se ishte thirrur për periudhën kur ishte antar I Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Kule ka mbajtur më parë detyrat e dekanit të Fakultetit të Ekonomisë dhe rektorit të Universitetit të Tiranës. Specialisti I pyjeve dhe kryeplaku I fshatit Okshtunë të Bulqizës janë marrë në akuzë për shpërdorim të detyrës pasi nuk kanë zbuluar dhe referuar rastin e kultivimit të parcelës me 1800 bim narkotike kanabis sativa, për të cilën u arrestuan një ditë më parë Argjend Kraja, 19 vjeç, dhe u shpall në kërkim Artur Zalla, 21 vjeç, të dy nga Fushkruja. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në X pasi Unioni I Gjyqtarëve kërkoi rritje page me 700 euro në gjykatën kushtetuese. Kreu I qeverisë shprehet se kjo është një praktikë unikale e pa dëgjuar dhe pa njohur në historinë e shteteve që gjyqtarët ja caktojnë vetes pagat përmes gjykatës. Rama këtë e konsideron ndryrë skandaloze të gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit. Ka filluar në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve rinumërimi votave preferenciale mes kandidatëve të Partisë Demokratike në 42 kuti të qarkut Dibër pas kërkesës së Xhemal Gjungshit, I cili pretendon se ju votën votat. Gjungshi u renditi dyti në listën e hapur me 120 vota më pak se përparim Spahiu, por edhe në rast ndryshim rezultati nuk ka mundësi të fitojë mandat, pasi të 2 mandatet në Dibër I takojnë listës së mbyllur. Nga java e ardhshme pritet të nisë rinumërimi edhe për qarqe Tiranë, Fier dhe Durrës. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të certifikojë rezultatin përfundimtar pas vendimeve të Kolegjit Zgjedhor për ankimet. Një ditë më parë, Partia Demokratike, pasi humbi betejën ligjore në Kas, shoi në Kolegjin Zgjedhor qarqet Gjirokastër, Korçë dhe Kukës. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi sot akuzën ndaj kryeministrit. Nga Selia Blu, Berisha tha se Rama dhe banda e tij kanë bërë presione të jashtëzakonshme ndaj vëzhguesve të zgjedhjeve të 11 majit, duke thënë se kjo nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Berisha ka reaguar edhe ndaj zgjatjes së hetimeve për Ilir Metën duke e quajtur akt politik dhe kriminal. Kreu demokrat tha se Meta mbahet në burg pa prova vetëm me urdhër të kryeministrit Rama. Ky vendim tregon frikën e Ramës nga opozita. Do të përgjigjen për këtë, u shpreh Berisha. Top Albania Radio. Një humbje madhe për skenën artistike shqiptare është ndarë nga jeta sot në moshën 81 vjeçare regjisori, aktori dhe skenaristi I njohur Leka Bungo. Përcjellja për në banesën e fundit do të bëhet sot në orën 16 në Varrezat e Sharrës. Lajmin e trisht e kanë bërë me dije familjarët në rrjetet sociale.
Leka Bungo, një nga figurat më të shquara të artit shqiptar, la gjurmë të thella në teatrin dhe kinematografin shqiptare si drejtori i teatrove në Vlorë dhe Fier, regjisor në Estradën e Shtetit dhe autori disa filmave të telekomedive të njohura. Pas një periudhe dënimi në vitet 70 për qëndrime të konsideruara liberale, u rikthye fuqishëm në sken duke përdorur satirën për të sfiduar realitetin. Pas emërimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u rikthye në Shqipëri duke mbetur një figurë e parruar e artit shqiptar. Lajme nga bota. Autoritetet austriake pohëtojnë motivet pas një prej sulmeve më të përgjakshme në historinë moderne të vendit, ku një 21 vjeçar i armatosur vrau 10 persona në shkollën e tij të mesme në Graz, përpara se të vetvritej. Viktimat përfshin edhe një vajzë me prejardhje nga Kosova. Sulmuesi veproi vetëm dhe la pas një letër lamtumire që nuk shpjegon arsyeën e sulmit. Hetimet po përqendrohen në aktivitetin e tij online dhe në shtëpi. U gjet edhe një bombë artizanale jo funksionale. Austria ka shpallur 3 ditë zije, ndërsa solidariteti ka përfshirë të gjithë vendin. Parashikimi i motit. Dita e sotme vijon me mot kryesisht të qëndrueshëm dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Vranësirat e lehta dhe rreshjet e izoluara shiu mund të shfaqen pasdite në zonat lindore dhe juglindore malore. Temperaturat do të jenë të larta deri në 36 gradë Celsius në zonat e ulta. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersil Dedoko. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.